Mirë se erdhët në Rezedielli, do të flasim për alergjitë e sinës. Jemi drejt për së drejti me Altin Jokën, nutricionist dhe mjekësia holistike, naturopat gjithashtu. Ndajmë gjithmonë këshilla të vlefshme në lidhje me mënyrën dhe stilin ton të jetesës për gjendje të caktuara shëndetësore. Përshëndetemi me Altinin. Mirëmëngjes, faleminderit Altin. Mirëmëngjes, faleminderit edhe juve për sesën. Falenderoj për gatishmërinë dhe për kohën që na kushton të mërkurave. Sot kemi vendosur të flasim për alergjit, me qënë se është dhe sezoni, pranvera i sjell këto shqetësime, madje shumë njerëz ankohen për simptomat të cilat ndoshta nuk i kanë vërejtur edhe më përpara. Pra përveç të shtimave, undëve të bllokuar, lotimi, sy të skuqur e të tjerë, po vërej dhe simptomat të tjera. Pse ndodhin alergjit? A ka kjo lidhje vetëm me polenin apo edhe me faktor të tjerë, Altin? Në radhë parë, unë duhet t'jap një mesazh, sepse fatkeqësisht në disa vite e rresh që kam qenë edhe në Shqipëri, po dhe më parë, edhe në autostradën Vlorë-Durrës kam rastin, pra Vlorë-Tiranë, Fier-Vlorë, edhe të Shkodrës, kur ambulancat që mundohen të kalojnë me anë të sirenave, shoferët vazhdojnë sikur nuk dëgjojnë fare ose sikur nuk ekzistojnë. Një lloj indiferencë dhe egoizmi që nuk i shkon një shoqërie që respekton jetën. Prandaj unë i bëj një thirrje që njerëzve kur shikojnë një ambulancë në rrugë, pas jush, pranë jush, përballë jush, duhet të hapni menjëherë rrugën. Jo të mendoni, po duhet të hapni, të ngjiteni të tuar, të bëni maksimumin tuaj që klironi korsinë. Sepse në atë ambulancë nuk është thjesht një makinë që ju bezdis me anë sirenës. Aty mund të jetë një miku juaj, një familjar juaj, një komshi juaj, mund të jetë një fëmijë, një moshuar, mund të jetë ndoshta edhe armiku juaj. I mund të jetë jeta e dikujt në diskutim në ato sekonda që ju po e bllokoni. Kështu që jeta e çdo kujt vlen sa edhe e juaja. Të hapësh rrugën ambulancës nuk është vetëm detyrim ligjor, por është edhe një detyrim moral dhe njerëzor. Ndoshta ato 10-15 sekonda mund të shpëtojnë jetën e dikujt, sepse respekti për ambulancën është respekt për jetën. Është ajo që na dallon si shoqëri dhe që duhet të na bëjë njerëz. Këtë mesazh do t'jep atë parën sepse e kam parë në disa portale shpesh që ambulanca, sidomos në Tiranë apo edhe në këto rrugë kryesore, nuk do t'ja di askush që i bie sirena ambulancës. Fatkeqësisht po, dhe kjo është ndihma e parë që duhet të mbërri sa më shpejt tek ISMUR-i ku është thirrur, dhe faleminderit për thirrjen sensibilizuese për publikun që na ndjek. Është detyrim ta çdo njeriu. Edhe unë do ta përsërisni ndoshta çdo ditë mëngjes. Unë po të isha në emision ta përsërisja çdo ditë mëngjes. Do ta konsideroj. Atëherë edhe për shpejtësinë e makinave që shpesh njerëzit nxitojnë. E dyta, duhet të them për pyetjen që bëhet. Vërtet pranvera dhe vjeshta në pamje të parë duken si stinat më të bukura. Sepse në pranverë natyra zgjohet ose ringjallet, ndërsa në vjesht ajo qetësohet. Pra çdo gjë fillon ndryshon. Edhe toka merr frymë ndryshe, dhe pikërisht në këto dy periudha, nuk është vetëm pranvera, në dy periudha fillon sikur trupi të ka hyrë në një gjendje lufte të shumë njerëz. Rrjedhin pjesët e hundëve, syt të djegin, kemi frymarrje që rëndohet, acarohet, shtohen teshtimat dhe një pyetje që është shumë normale lind pse na ndodh pikërisht tani. Sepse pranvera dhe vjeshta janë dy faza ose dy stinj tranzicioni. Ato pak a shumë janë si punë e një makine që kalon në një marsh tjetër. Nëse motori është në gjendje të mirë, kalimi ndodh pa problem, pra ai kuti e marshave. Nëse kemi motor të lodhur dhe problemet e marshave, kemi një mbi ngarkesë, çdo ndryshim do ta vëjë në vështirësi kalimin e marshave dhe do ta ndiejë dhe do bëhet e bezdisur. E njëjta gjë ndodh me trupin. Shumë njerëz mendojnë se alergjia është thjesht nga ardha e polenit që ne thithim gjithmonë. Alergjia nuk është problem i ajrit dhe i polenit. Është pasqyrë brendshme e gjithë jetës sonë dhe trupit tonë. Është e zorrës dhe sistemit imunitar. Nga aspekti naturopatik dhe holistik, alergjia shpesh është një kombinim i ngarkesës toksinave që trupi ka, një mikrobiome të dëmtuar që trupi ka, një imuniteti të çrregulluar, metabolizmi të dobët të histaminës që nuk e përcjellen dot dhe mungesën e lëndëve ushqyese. Nuk janë shkaktar poleni. Është ndryshimi i temperaturës, ndryshon lagështira, ndryshon dritë e diellit, pra ndryshon shumë gjëra. Prandaj dhe në naturopati, mërqia është faktori kryesor që në pranverë fillon dhe detoksifikohet, sepse mërqia neutralizon pikërisht histaminën që është substanca kryesore alergjike, sepse mërqia lëshon një enzim që quhet DHA.
dhe duke shkuar në zonë prodhime a histaminës që është një helm në trupin ton, që ajo prodhohet patjetër dhe është e nevojshme, po fillon mbi ngarkesën dhe sjell probleme në inflamacion. Kjo është shkaku kryesor. Pra terreni biologjik është shkaku kryesor dhe jo poleni. Poleni ka ekzistuar me miliona vite. Po pse ka dalë si faktor kryesor poleni? Pra pse e kanë lidhur njerëzit polenin? Po njerëzit mund të lidhin shumë gjëra tani, tani do të them çfarë thonë njerëzit apo siç është realiteti. Pra ju e rrëzoni poshtë teorinë fare të polenit? Nuk ka nevojë të rrëzohet. Unë t'u them vetëm një gjë. A ka miliona vjet që ekziston poleni? Po, patjetër. A ka? A e dini ju që në vitin 1956 në Universitetin e Houston në Shtetet Bashkuara të Amerikës u pa që nuk kishte alergji, nuk ka pasur fare as dek të alergjisë, pra alergologët që të bënë një shkollë, nuk ka pasur, nuk ekzistonte. Në vitet 20 nuk ekzistonte. Alergjia nuk ekzistonte, poleni aty ka qenë. Është terreni biologjik, pra që do të themi, nëse një peshk ne kemi futur në një kuti në shtëpi, pra në një qelç akuarium të vogël, nuk është faji i peshkut që po sëmuret në të rast. Është ambienti, terreni biologjik. Dhe çfarë bëjmë ne? Ne i hedhim antibiotik, i hedhim ilaçe që të kurohet ky. Jo, ne duhet të heqim të peshkun nga ky ambient i qelbur dhe duhet ta çojmë në një ambient më të pastër ujë që ai të mbijetojë. Pra nuk është faji i peshkut, është terreni biologjik. Poleni është një faktor dytësor që s'ka lidhje. Pse e dyta, nëse do ishte poleni, atëherë të gjithë njerëzit do ishin me alergji, apo s'është kështu? Po, do duke lidhur me sistemin imunitar. A do ishin të gjithë njerëzit me alergji, të lutem, bëj një pyetje. Absolutisht. A do ishin me alergji nëse do kemi një faktor? Kanë sistem imunitar të ndryshëm. Jo të gjithë. Po atëherë nuk që ka poleni. Atëherë nuk që ka poleni. Po, është poleni që e nxit ndoshta pak. Edhe një herë, poleni ekziston aty për miliona vitesh. Nëse do ishte shkaku vetëm, të gjithë do kishin probleme. Kjo tregon që problemi nuk është e poleni zonjë. Është si një, ta shikojmë në një këndvështrim, është si një alarm i një shtëpie që bie më tepër zilja se ç'duhet, por nuk është zilje derës, është zilje alarmi që na vë kudo. Faktikisht sistemi imunitar është kryesorja, sepse ajo ndërtohet ngadalë, në mënyrë se si jetojmë, si ushqemi, si flëmë, si stresohemi, etj. Po në qendër të kësaj historie qëndron histamina. Ajo është lajmëtari i zjarrit në trupin tonë. Kur ajo është në sasi normale, bën punën e saj. Kur ajo rritet, fillon që të kemi irritime në sistemin tonë imunitar. Kemi probleme grykët, me lëkurën që kruhet, me hundën që rrjedh, etj. Pra gjithë trupi sillet sikur po sulmohet. Shumë njerëz mendojnë se është poleni shkaku kryesor, por realiteti biologjik është më kompleks se kaq. Polenët janë thjesht shkëndija që mund të ndezi zjarrin. Pra, kështu konceptohet edhe në këndvështrimin holistik dhe natyropatik. Pra, duhet të kuptojmë, alergjia lind nga dy ndërveprime kryesor faktorëve, alergjenëve të jashtëm dhe ndjeshmërinë e brendshme të organizmit. Ndjeshmëria e brendshme e organizmit, kur është shumë e lartë, atëre alergjenët e jashtëm nuk ndikojnë. Kush janë shkaktarët e alergjisë që duhet të përmirësojmë? Ja temia, histamina që prodhohet në zor, shpërndahet në inde. Madje personat që kanë alergji në jetën e tyre do kenë probleme me kockat, me artritin, do kenë probleme kardiovaskulare, do kenë sëmundje zemre, do kenë probleme me tiroidën në të ardhmen. Madje po shikojmë dhe krahasimin midis gripit dhe alergjisë, kemi një të përbashkët, kemi të njëjtat simptoma pothuajse, sepse është histamina. Edhe në grip, histamina lëshohet shumë, se sistemi jonë imunitar ka mbaruar. Në qarkullimin e gjakut ton janë trombocitet që janë mbartës së histaminës. Nëse pjesa e antitrupave të indeve natyrale janë pranisht me gjak, atëherë ne kemi antidotin kryesor për ta luftuar. Tu fillojnë proceset enzimatike nga mëlçia, që janë elementet kryesor. Një faktor tjetër është hormoni tiroides, që ne e dimë që është nga stimulusit kryesor në procesin në çlirimin e antigjenit të histaminazës. Histaminaza është antidoti i histaminës dhe këtë e ndihmon tiroidja. Nëse ne kemi probleme në funksionin e tiroides, atëherë do shkojmë keq. Metalet e rënda që janë shtuar, fluori, plumbi, të që merren nga uji, bori, kadiumi, të cilët e destabilizojnë, problemi i jodit, problemi i selenit, nga ana tjetër gjithë këto elementet e ftalateve dhe elementeve që marrim nga shampot, nga produktet kozmetike. Jo vetëm kozmetike, por edhe të larjes në shtëpi, që frenojnë të gjithë procesin e enzimave në mëlçi dhe aktivizojnë histaminën më tetër. Pra, polenët janë thjesht një nxitës. Problemi kryesor është ushqimet e përpunuara, sheqeri i tepërt, vajtra e rafinuar, aditivet ushqimor, pesticidet, herbicidet dhe të gjithë këto çfarë bëjnë? Do sjellin një inflamacion kronik në trupin tonë. Dhe zora, mëlçia, sistemi imunitar do fillojë të sjellë problematike.
Dhe kjo do është që nuk është kryesor pra poleni, është terreni biologjik që ne kemi. Pra prodhimi i histaminës nga terreni inflamator që ne kemi. Dhe ku forcojmë sistemin imunitar, kjo largohet pastaj. Pra, edhe studimet e fundit e lidhnin pikërisht simptoma dhe alergjin me shëndetin e zorëve, po bazohen shumë tek këto studimet të fundit, edhe shkrimet në të përditshmet e njohura shëndetësore. Pra, më shpjego pak Altin se si ushqimi mund të luajë një rol të rëndësishëm në përmirësimin apo dhe përkeqësimin e simptomave, varet nga cilat ushqime. 80% e sistemit imunitar ndodhet në zorë. Ajo është një qendër komande ku sistemi imunitar mëson të dallojë çfarë është mik dhe çfarë është armik. Po ta shikosh tek Human Microbiome Project që u bën në Shtetet Bashkuara të Amerikës në 2007, u vërtetua që nuk ekziston një mikrobiom unike për njerëzit. Çdo individ ka profil të ndryshëm bakterial të veçantë, si shenjat e gishtave. Dhe asnjëri nuk është njësoj. Dhe po ta shumëzosh duhet të jenë dhe 1000 fish njerëzit në tokë që mundet të fillojnë pastaj të kemi ndoshta një parafërsi. Pra që ndoshta sa i bie 9 miliard herë 1000, sa i bie shumë. Nga aspekti i studimeve, studimi në 2024 te Gazeta e Azmës dhe e Alergjisë, u pa që u mblodhen 17 studime dhe analiza në 2000 persona dhe pan që përbërja mikrobiomës zorës është faktori determinant dhe bakterët kryesor për problemen e alergjive. Ulja e bakterëve antiinflamatore, rritja e acideve yndyrore të shëndetshme, ulja e disbiozës zorës, hiqte nivelin e alergjisë. Në gazetën e mikrobiologjisë në 2025, përsëri pan struktura e ndërtimit të bakterëve në zorë, kishte një fakt që kush ishte nga elementët kryesor. U pa që prodhimi i Fusobacterium, që është nga Fusobacterium është nga bakteret kryesore, të cilët rrisin nivelin e inflamacionit. Këto e rrisin inflamacionin dhe bëjnë që të ketë një shpërthim më të lartë të histaminës. Dhe po ashtu acidet yndyrore mbrojtëse. Po ashtu në 2024 te Gazeta Nutrients u pa që personat që kishin të grupi personave që rritën bakteret siç është Bacteroides, Prevotellën, Ruminococcus-in, këto baktere lidhen me efekte antiinflamatore dhe një modulim të imunitetit dhe bënin që niveli i alergjisë të ulej. Kemi dhe studime më para se kaq, sepse për shembull kemi studimin në 2014 që është bërë në Chicago, që fëmijët me alergji ushqimore që ushqesh me nivele të larta të probiotikëve dhe që u gjetën Clostridia, pra një lloj bakteri specifik në zorë që ndihmonte, pra pjesën që ndihmon forcimin e bakterisë zorës dhe uljen e reagimeve alergjike. Shumë fëmijë nuk e kishin këtë. Studim tjetër të parë, ne kemi shumë para, kemi Universitetin e Harvardit 2011, e cila pa që mikrobioma ishte baza kryesore e sistemit imunitar, ose siç e thon ata në studim, trajneri i sistemit imunitar. Studimin e Finlandës në 2012, ku rreth 1000 fëmijë u ndoqën nga lindja për disa vite dhe pa që mikrobioma e tyre, diversiteti i tyre kishte nëse kishim disbalancime, kishim të lloj probleme. Pra poshti zor, imunitet është e lidhur me problemin e alergjisë. Toleranca ndaj alergjisë dhe rritjen e histaminës që ne thamë. Shumë alergji fillojnë në zor, nuk fillojnë në hund, nuk fillojnë nga poleni dhe nuk fillojnë nga këto. Tani ushqimi që u thoni, mos harrojmë një gjë, njerëzit e përjashtojnë shumë ushqimin dhe janë bërë shumë nihilista. Ushqimi është orkestra që drejton reagimet e trupit. Nëse një instrument nuk është në harmoni me gjithë pjesën tjetër të një grupi muzikor, atëre do filloj të kemi një disbalans, do të kemi tingulli do kthehet në zhurmë. Imagjinoni trupin si një zjarr në një orxhak. Nëse do hedhim dru të mirë në atë orxhak në dimër. Druri thatë fillon digjet mirë. Ngron shtëpinë, nuk lëshon tym, lëshon një aromë të këndshme dhe të krijon një lloj qetësie dhe ngrohtësie. Nëse ne do hedhim mbeturina, letra, do hedhim drunj të këqij, zjarri fillon të nxjerr tym dhe kështu do ndodhi me organizmin ton. Ushqimi që konsumojmë çdo ditë është lënda dikse e trupit, balancimi kryesor që mund ta sjellë shëndet, po jo sot, në të ardhmen ose sëmundje në të ardhmen. Po cilat ushqime ndihmojnë Altin? Po ta themi konceptin se njerëzit ju doni vetëm praktikën. Na ikin minuta dhe pastaj të ngelet pastaj. Po ikin minuta mbajnë, minuta shtoni, minuta të ngelet pastaj përgjigja dhe do ndihesh keq për këtë. Edhe një herë ushqimet më të mira, me që i doni shkurt, po njerëzit kuptojnë kush ishte ushqimi. Po kuptuan thelbin, ju doni gjëra vetëm të gatshme, dhe gatshme nuk ka. Jo, kam një pyetje për njerëzit, se njerëzit përdorin antihistamik. Djatrat më të këqija, mirë ta them unë, djatrat më të këqija zonë, janë ushqimet të këqija janë djatrat estazhonuar, shumë, sepse kanë nivele të lartë të histaminës që prodhojnë dhe të tiraminës, mishrat e përpunuar, vera dhe alkooli, ushqime shumë të fermentuara, peshku i ruajtur për kohë të gjatë,
ushqime të si që janë kikirikët. Duhet të kem kujdes. Sheqeri për ushqime që kanë sheqer ose ushqimet e përpunuar, ushqimet industriale, pijet e gazuara sepse ulin sistemin imunitar. Disa produkte të qumshi, djathi janë alergjik në të rast. Krijon probleme në hundëve bllokuara, probleme të rrugëve të frymarrjes edhe të tjerë. Ushqime të tjera, të cilat janë të pasura me quercetin, janë nga më të mirat për trupin ton. Ajo qepa që gatuat ju sot, qepe kuqe, molla, brokoli, boronica, manafera, shega, janë nga më të mira se quercetina dhe bromelajni dhe ananasi, janë nga elementet më të mirë për të ulur nivelin e histaminës dhe stabilizimin e qelizave që çlirojnë histaminën. Ushqimet e pasura me vitamin C, që ulin nivelin e histaminës, që mbështesin sistemin imunitar dhe e forcojnë argumet, specan, kivi, mandanozi, gjithë çfarë ka vitamin C. Ushqimet antiinflamatore, peshku ose pjesa e vajrave të peshkut, vaji i ullirit që shumë mirë, vaji i lirit apo vajrat e tjerë, ushqimet e tjera si hudhra, si asparagusi. Këto janë elementet kryesorë që kemi të bëjmë me pjesën kryesore të ushqimeve që mundet na bëjnë mirë ose jo. Po këto ushqime sigurisht që do të përdoren për gjatë gjithë vitit, ti paraprim sezonit kur fillon alergjia, apo jo, sepse njerëzit fillon sezonit dhe mund t'i marrin në konsiderat këto ushqime dhe i përdorin vetëm këtë, siç veprojmë ne shqiptarët përgjithsisht të rrisim çik imunitetin dhe fillojmë ta rrisim në dimër, ndërkohë që sistemi imunitar nuk është 1 muaj dhe 2 muaj për ta forcuar. Sistemi imunitar mund të shkojë deri në 20 vite. Nuk ka sistemi imunitar 1 ditë, 2 ditë, 10 ditë. Në qoftë se dikush do të forcojë sistemin imunitar 1 javë para se të fillojnë alergjitë dhe problemet, nuk ka për të bërë asgjë. Sistemi imunitar fillon që në vogëlit e mikrobioma në mënyrë periodike dhe gradualisht, pra trupi jonë është i gjallë, nuk është diçka si e programojmë ne sipas mendjes sonë. Ushqimi duhet vazhdojë, pra edhe ushqimi, edhe bimët, të cilët duhet përdorur, edhe çajrat apo vajrat e tjerë që duhen pasuruar. Sidomos acidet yndyrore për niveli i lartë, ushqime me nivele të larta të probiotikëve, mbrojtësit e mirë të mëlçisë dhe të zorës, si ta rregullojmë, siç është brokoli, spinaçi, rukola, lakra e jeshile, lakra e kuqe, ushqimet me nivele të larta të antioksidantëve, fibrat, ushqimet me fibra, shtimi i nivelive të larta të frutave. Pra këto e bëjnë që ne të forcojmë sistemin imunitar, të kemi më pak prodhim të histaminës, të rregullojmë problemin e disbalancës së zorëve apo problematikave të tyre, që të pastaj mos kemi të shpërthimin nga masocitet në prodhimin e një koktejl që është pikërisht alergjia, teteshtimat, lidhje humbjes, kruarje, bllokimit e hundës dhe problemet që do shfaqen më pas. Pra duhet ulim të tani nga aspekti i ilaçeve që u thatë, sepse do ta bëj një pyetje të tillë, duke qenë se ju thatë që histamina është problemi, pra prodhohet në zorë dhe njerëzit marrin për muaj të tërë antihistamik, apo jo? Tani këto po luftojnë simptomat me këtë apo po luftojnë shkakun? Shiko, antihistamikët veprojnë duke bllokuar receptorët kryesorë të histaminës. Kjo është koncepti i tyre. Pra, simptomat qetësohen, po trupi vazhdo të jetë i ndihshëm ndaj alergjentit. Pra ne nuk e kemi hequr dhe ulur histaminën. Ne thjesht kemi bllokuar receptorët. Pra çfarë ndodh këtu mes? Duke bllokuar ne nuk kemi hequr shkaqet kryesore. Kush është shkaku? Mund të jetë shkaku si tham, nuk mund të jetë vetëm histamina, është prodhimi i guanidinës, pra një helm i tjetër. Mund të kemi disa probleme në tiroide, mund të kemi disa probleme në sistemin, pra mund të kemi në aspektet metabolike, kemi disa shqetësime, kemi disbalancë zorës, kemi fryrje, kemi gazra, kemi dhimbje, kemi probleme kapslokun. Përdorimi i gjatë i këtyre antihistaminikëve sjell më shumë lodhje, sjell përgjumje, sjell tharje të mukozave, sjell ulje të vigjilencës të sistemit tonë imunitar, e komprometon sistemin imunitar, del jashtë konceptit biologjik dhe natyral. Ndonjëherë mund të sjellë gojë të thatë, mund të sjellë probleme me kapslokun dhe mund të dëmtojnë dhe mikrobiomën, jo vetëm zorë, po edhe në gojë. Dhe kjo do na bëjë që ne mos jemi të mbrojtur ndaj sëmundjeve të tjera. Qasja holistike, qasja naturopatike është të kuptojmë terrenin biologjik. Jo si ta bllokojmë histaminën, por si të luftojmë që trupi mos prodhojë më histamin dhe të luftojmë shkaqet kryesore. Dhe duhet ulim nivelin e inflamacionit kronik që e kemi. Ku e kemi? Mikrobiomën e zorës, mbi ngarkesën dhe pastrimin, detoksifikimin dhe ruajtjen e mëlçisë, shtimin e niveleve të ushqimeve me vitamina, minerale dhe antioksidant, që të jenë baza kryesore për të kontrolluar, jo thjesht të kontrollojmë simptomat. Pastaj mbështetemi edhe tek ushqimi, të gjithë ky stil jetës për ta rregulluar të gjithë sistemin tonë imunitar, që të kemi dhe ulje të histaminës, reduktimin e inflamacionit, duke njësur të gjithë ato që ta shumë. Vitamina C nëpërmjet ushqimeve, vitamina D është rregullatori i imunitetit, sepse bën sistemin imunitar shumë më të fortë, bën që sistemi që të mos shtohet rreziku për alergji dhe azëm. Magnezi është një qetësues respirator, relakson dhe nivelin e muskujve, sistemin tonë mendor, stabilizon
edhe reagimit e tepërta ndaj imunitetit është shumë thelbësore. Zinku është mbrojtës i mukozave tona, që ka një funksion normal në sistemin imunitar, në shëndetjen dhe uljen e inflamacionit, dhe që mund ta marrim tek këto farat e kungullit, tek farat e tjera, tek arat, tek bishtajoret e tjera. Quercetina që unë thash që merret e qepat, e mollat, e brokoli, sepse është antihistaminik natyral, duke gëshetuar dhe me bromelanin. Pastaj, nëse duam të dim kush janë disa faza kryesore është beta-sitosteroni, modulimi kryesor që është agenti bimor për të forcuar sistemin imunitar. Konsumoni shpesh astragalusin, ashwagandën, kërpurdhat medicinale që janë shumë të rëndësishme, spirulinat, algën blu, pra klorelën, spirulinën e të tjerë, apo familjet e kërpurdhave, dhe pjesën tjetër propolisin, polenin e bletës, çajin e hithrës, së shumë efektiv, çaji i tërfilit kuq. Përdorni ujin e detit, dini sa më shpesh afër plazhit, afër detit, afër rërës, që të merrni krip. Bëni gargar me krip të zezë shpesh, shplani hundën. Përdorni mjaltin me përzierje midis kurkumës, xhinxherit dhe karafilit të bluar, së shumë i mirë. Shtoni lëngun e limonit apo dhe lëkurën e tij duke e përzierë me mjaltin e duke lënë me qepën e kuqe, përdorni propolisin, përdorni lëngun e lakrës, përdorni probiotikët natyral, apo dhe ato që mund të merrni diku në farmaci. Të gjitha këto mund të bëjnë që duke filluar gradualisht, ju do forconi sistemin tuaj imunitar. Që është bardha dhe duke forcuar gjithë të, prodhimi i histaminës nuk ka për të ndodhur, duhet të jetë shumë normal. Unë kam qenë nga personat me alergjin më të lartë që mund të ketë pasur. E di se e ke përshkruar dhe tek libri. Me ampulla kam qenë dhe te shtia 40-50 herë shtrisha në tokë në momentet e alergjisë. Dhe sot unë jetoj në Suedi mes pemëve, dhe nuk kam alergji, raste shumë të ralla. Nuk kam, sepse unë kuptova kush ishte shkaku. Nuk ishin ato pilula dhe ampulat që unë pija për tu rregulluar, por kuptova shkakun shumë kohë më pas. Dhe u mora me shkakun dhe jo thjesht me pasojën ashtu siç thotë edhe mjekësia moderne. Faleminderit shumë për këshillat, Altin. Të uroj ditë të mbar, faleminderit për shpjegimin që i bëm kësaj tematike që shqetëson shumicën e njerëzve tanë.